Policia e Tiranës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në orët e para të mëngjesit të 18 majit në zonën e komunës së Parisit, ku një 28 vjeçar ka mbërritur i plagosur në këmbë në spital. Hetimet zbuluan se riu ishte vetë plagosur aksidentalisht me armëzjarri që e mbante pa leje. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një lokali në këtë zonë, ndërsa përveç të plagosurit janë ndaluar edhe 2 persona të tjerë dhe është shpallur në kërkim një i katërt, i dyshuar për përpjekje për të fshehur armën. Në pranga kanë rënë i vetë plagosuri Kristian Kaçorri, 28 vjeç, Ariold Cami, 33 vjeç dhe Arnold Malci, 30 vjeç. Ndërkohë, shpallur në kërkim edhe një 41 vjeçar banues në Kuçov. Sipas policisë, pas ngjarjes, shtetasit Cami dhe 41 vjeçari kanë marrë armën e zjarrit dhe gëzhojën për ta fshehur në një ambient jashtë lokalit, ndërsa kamarieri Ariold Cami ka tentuar të pastrojë gjurmët nga vendi i ngjarjes. Arma e zjarrit tip pistolet është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa 28 vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, lidhur me rastin, materialet janë referuar prokurisë së Tiranës për veprimet të mëtejshme ligjore.